Ju po flisni për 2001-shin, për fitore. Unë po them që kjo është e grabitur, s'ka fitore këtu. Qoftë se flet për fitore në 2025-ën, pastaj bësh palë me Edi Ramën. Nuk është fitore kjo. Kjo është grabitje e zgjedhjeve. Dhe këtu nuk ka shqiptar që nuk e pa me sy këtë grabitje. Atëherë, plaçka e vjedhur duhet të kthehet. Kjo është rregulli. Zgjedhjet janë grabitur. Dhe cili do që për shtat, që i pa me sy vjedhjen e zgjedhjeve dhe shprehet për fitoret e Edi Ramës, përdor fjalorin e tij. Të lutem. Këto janë evidente. Cili është ai që nuk pa shpërndarjen e 100 eurove për çdo pensionist në një kohë kur pensionistët përbëjnë 48% të elektoratit? Qëndrimi ndaj zgjedhjeve për çdo njeri, cili do qoftë ai, është qëndrim i ndërgjegjës tij ndaj lirisë, vlerave të lirisë. Cili nuk e pakte. Merë këto 100 euro, mirë kujt, 48% të zgjedhësve, kaq janë ata që votuan. Cili nuk i pa, më thuj mua, faljen e 200 milion gjobave, 2 ditë para zgjedhjeve. Cili nuk e mori vesh mbjelljen e miliona rroj kanabis në 4 anë të vendit me licenca. Mos harroni, një bim, 1.000 euro ka prodhimin. Cili nuk i pa këto, kush nuk e pa xhabaftët në Vorë, kush nuk pa pojën në Durrës, kolegë tuaj që më të saktit që përshkruan gjithçka për këta, Suel Çele në Elbasan, tjerët në Shkodër me radhë. Këtu nuk ka ndërgjegje njerëzore që mund të mohoj grabitjen e zgjedhjeve, të zgjedhjet grabitura, të plaçkitura. Mos merrni, thash dhe njerë, e kemi pa dhe në 91-shin këtë në 2001-shin, këto urime, përveç tjerës që ka dhe interesa për burgje, se kjo është i gatshëm të ashtrojë Shqipërinë në megaburgun e gjithë kontinentit për të marrë mbështetje për zgjedhjet, po kjo dhe kjo nuk ecën. Jo nuk ecën, se janë vende të lira ato. Do ketë një dialog intensiv shumë të opozitës me kancelarit e vendeve të lira. Nuk kalohet duke shkelmuar votën e shqiptarëve, kërkund.